Sot me u drejtu të gjitha grave që punojnë, ose që dojnë me punu, për shkak në rastit personal që e këndot. Shtatzania edhe të bërit nën është diçka që është domethënë e pa qëllim. Edhe është e drejt e jona e si të lësama. Rastin që unë kam pas ka qenë që kompania ku kam punu në momentin që kam marrë vesh që më shtatzon ka tentu me më largu prej punës. Mos u dërzani asnjëherë se në Kosovë ligjet janë, po veç duhet me i ditë edhe me ditë ku me u drejtu. Mos e leni se nataliteti ka ra, unë jam e sigurt prej statistikave, se kam punu në agjencion statistikave edhe i ndjeki shpesh, prej statistikave e di që nataliteti ka ra veç për qëtë arsye. Është njëna prej arsyet e kryesore që gratë dojnë me punu, edhe nuk ju lejohet me punu gjatë shtatzanis. Mos e lejoni, do me thonë, një qëtë dukuri që do të në ushduk, me ju privu prej asaj që është, do me thonë, plani ma i shumë shumë punë. Drejtoni të organet kompetente edhe gjithmonë drejtësia këtë në vënd. Faleminderit. Të paktën në momentin kur veç je shtatzan, nuk guxon mo punëdhënësi me ligje, je mbrojtun, nuk guxon me të largu prej punës. Në asnjë formë. Po, që ka guximin me u drejtu te organet për ligj. Po,